pikat dhe piketat që ai vendosi në Senat gjatë shpalosjes së programeve, mund ta themi të tij, për atë që kishin plan të bënte nëse do të marrë miratimin e Senatit për ta arrestuar. Kemi të bëjmë me një general, Eric Wendt, lejtnant me gradat më të larta, i cili ka marrë pjesë në operacione drejtuese në front në Indje, në Afganistan, në Irak, diçka e tillë, andaj. Por në Shqipëri tani ka mjaft pritshmëri për ardhjen e tij avokat. Ju keni folur për linjën amerikane, ndoshta tani nuk do ta kemi më nga Athina, po direkt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet kemi parasysh që unë sapo kam marrë informacion të saktë dhe të qëndrueshëm, pavarësisht se disa individ kanë iluzione që ky ambasador do bëj gjëra shumë të mira për vendin ton, por unë jam i bindur që ambasadori do bëj punë për vendin e tij që përfaqëson në Shqipëri. Për ata që mendojnë përfitohen në interesat është ideja, mos na përputhen interesat e dy palëve. Përfitojmë dhe jo, as bëhet fjalë. Ambasadori është vendosur për arsye se në 2027 me sa flitet do të bëhet samiti NATO-s në Tiranë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Departamenti Amerikan i Shtetit ka dhënë mendimin tek presidenti Trump që të vendoset ky ambasador për shkak të nevojës urgjente për sa i përket samitit në rast se do të realizohet, sepse ka mundësi që edhe samitet të mos të realizohen për arsye të tjera, por duke qenë se gjithmonë kur planifikohen samite realizohen në vendet të caktuara, ashtu siç është edhe Shqipëria që ka rallën për të zhvilluar samitin e NATO-s, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe linja Trump bëri një kompromis mirë që të pranohet, patjetër pse jo, ajo që ne themi vazhdimisht, pakti midis ambasadorëve dhe ambasadës amerikane ose më mirë Departamentit Amerikan të Shtetit dhe linjës Trump për të përfaqësuar Amerikën, një person i cili ka lidhje me ushtrim dhe pse jo do të presi të gjithë delegacionet e huaja në Shqipëri dhe do jetë pothuajse personi që do monitorojë qeverinë shqiptare bashkë me administratën e NATO-s për të organizuar samitin në Tiranë, gjithmonë në rastin konkret që çdo gjë do jetë në rregull në rajonet në botë, që nuk do të ketë një anullim, por duhet keni parasysh gjithmonë që Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk intereson kush është në krye të qeverisë, intereson thjesht të mbarojnë punën e tyre për të bërë samitin, sepse samiti në Tiranë tregon qartësi mesazh në Ballkanin Perëndimor dhe jo vetëm, por dhe në Serbi dhe në Rusi, sepse dihet qartësi që Ballkani Perëndimor nuk duhet të ketë influencë ruse. Avokat, ai aty foli për Portoromanën, foli për Spakun, foli për bashkëpunim me Spakun. Gjua gjë ju për bashkëpunim me qeverinë apo kjo nuk kuptohet? Apo na përfaqëson Spaku tani? Shiko, duhet keni parasysh diçka. Prandaj thash në hyrjen time. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe linja Trump kanë bërë kompromis që politika dhe agenda e Departamentit Amerikan të Shtetit të shmëri përsa i përket kasetës së mëparshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin reformën në drejtësi. Është investim amerikan, ashtu siç thuhet, tani nuk e di, se do të shikojmë buxhetin e shtetit ton, sa kemi marrë dhe sa po harxojmë me reformën në drejtësi, a janë lek shqiptare apo janë lek amerikane. Tani kjo është një diskutim tjetër, uroj që një ditë të dalë dhe zbarret e vërtet ashtu siç duhet. Për sa i përket pyetjes tuaj, duhet jemi realist dhe korrekt me opinionin publik ashtu siç kemi qenë vazhdimisht. E mbani mend ju që thash zyra e Afinës, që është ambasada, do ketë koordinim me zyrën e Tiranës, edhe ndolli edhe ky rast, po gjithsesi qytetarët të gjykojnë vetë. Për sa i përket pjesës tjetër të kasetës që çdo ambasador do të thotë për drejtësi, sigurisht po, sepse lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit organizuar janë pothuajse në strategjinë e çdo vendi, përfshi edhe pse jo edhe Shqipërinë, por ne e dim shumë mirë që kjo gjë është harruar nga zoti Rama për shkak të paktit të tij
me elemente të ndryshme të botës së krimit, që kjo nuk është tash e them, është provuar vetë edhe nga drejtësia e tij, që i ka përdorur dhe në fund fare i ka telendisur duke i çuar në si statistik tek drejtësia e tij. Prandaj flitet qartë për një kaset, unë jam i bindur që ambasadori i ri do t'i shërbejë shtetit të tij,